Ambalazhimi i produkteve ushqimore është procesi i mbrojtjes, ruajtjes dhe prezantimit të ushqimit nga prodhimi deri tek konsumatori. Ai ka një rol shumë të rëndësishëm në sigurinë ushqimore dhe në cilësinë e produktit. Qëllimet kryesore të ambalazhimit: mbrojtja nga ndotja fizike, kimike dhe biologjike, zgjatja e fatit të përdorimit apo ruajtja e freskisë, lehtësimi i transportit dhe magazinimit, informimi i konsumatorit për përbërjen, datën, skadencën dhe vlerat ushqyese, si dhe tërheqja vizuale apo marketingu i produktit. Llojet kryesore të ambalazhimit ushqimor: ambalazhimi primar, që është në kontakt direkt me ushqimin, me plastikën, qelçin, metalin apo letër. Ambalazhimi sekondar, mbron ambalazhimin primar në kuti, kartoni ose në mbështjellëse, si dhe ambalazhimi terciar për transport dhe shpërndarje, në paleta në ambalazh industrial. Materialet më të përdorura: plastika, që është e lehtë dhe fleksibile, qelçi që është higjenik dhe riciklueshëm, metali që është shumë rezistent dhe letra apo kartoni që është ekologjik. Kërkesat kryesore: të jetë i sigurt për ushqim, të mos reagojë kimikisht me produktin, të jetë ekologjik dhe i riciklueshëm, si dhe të përmbush standardet ligjore. Shikuzdashë në storën e Agroventurës, tashmë jemi mësuar me pas storët të suksesit. Mirë, po kryesisht kjo lami mbulohet prej gjinisë mashkullore. Tash keni me ndjek një intervistë të një zone se çysh e ka filluar biznesin e saj dhe çysh ka arrit me një ndër përpunuesit më të njohura në komunën e Vushtres. E kemi një gamë shumë të gjatë të produkteve të cilat ta mirën me përpunim, e kemi ajvarin, pestilin, pastaj kemi edhe turshit e ndryshme. Mirë, po s'po du me zbulu ma shumë detaje as për landën e parë që e prodhojnë këta, e as për gamën e gjerë të produkteve që i prodhojnë, sepse keni me i kuptu për në storjes. Atëherë zonja Habibe, nëse mundesh me u prezantu, një prezantim të shkurtër edhe të vetës tënde, po edhe të biznesit tënd, pak a shumë për publikun. Përshëndetje Dafina, unë jam Habibe Jashari, vin nga fshati Ëshlan, komuna Vushtres. Biznesin tave kom nis 2021 me 16, 12-2021, pali organizatës i ADK-s. Në fillimisht, unë njëherë kom një trajnim me 12 mujor për një organizatë për më vend. Ato zgjidha përfituese e një rrethojës të Kumllës, ta i pi atushit me gra e me shoqe që shtot aplikova përmes ADK-s. Tanë që ADK jam zgjellë mu si përfituese i bona kriteret, i mbusha, i patëm Kumlla, Speca që shtot, tash e 4 vjet po bohen, unë e me na ka pak që shtot. Mirësh. Realisht unë ju kom taku krejt rasisht, një takim ku jeni mbledh shumica e grave të cilat mirën me përpunim. Mirë, po para se me dalë tu tek përpunimi, po du një të rrëgu publikut që ju veç tjera shmirën edhe me prodhimin e landës së parë, edhe të perimeve, edhe të pemëve. Me na të rrëgu kështu pak a shumë sa i keni perime qoftë në fushë të hapën qonë sera, edhe sa i keni pemëve, sidomos kumbullën që veç që përmende. Në kumbullën e kena 50 ari kumbull, janë 550 rupa. E Specën e kena 25 ari, 30 vit është që e mbillëm gjdo vit. Tjetër nuk kam serë, kam shumë e vogël, veç rasatna që i bojna për sëmbor që qesum. Që dhe me thonë edhe Specat që po i shohim tash këto janë prej fushës të hapën. Prej fushës të hapër edhe Kumlla, pestilin që a i keni kretë që i keni mbjellë ju, a merr edhe për fermerëve tjerë që do të prodhojnë?
Ja, unë që tu qaj kam, i kam të mija, pi fërmër me tjerë halas s'ko mujtë më rrit, veç ma mërmenja ndërko, po me qitu, vet i milën prej fidanit, do me kam prej farës si të qesëm, deri të kavanuzi na vet mero me tu. E në tarë me më pësoj që i rritëm. E të regohet që pe keni edhe problem për me gjetë fuqi punëtore dhe veç me bashkëshortin e të marë, edhe me kumbullat, edhe me specat, mandej edhe me përpunimin. Me nga të regu kështë që shkon puna deri sa të vjen për me u përpunu këto, që është më marë tamam kështë me bujësi? Puna është pak e sëshme, se pak kopni pa shtresi, ki ngarkesë edhe kushtet klimatike, edhe për do me thonë kumbullat për të nërë ka një sezon është shumë e shkurt, nëse se përpunan, ajo po... Ka në një vit i vështirë 2025 për kumbullat. Po ka në fatësie madhe, tisa duke që vadiqëm, po apet nuk më ishëm mjallon atë sa duhet. Realisht ka pas veç 2 ose 3 fermerë që i kam taku që më kanë thonë se kanë pas prodhen shumica, do me thonë s'kanë mri me marë fare kumbullat, dhe kjo është pjesa ma stresuse, se ti rrin gati po nuk e dina ki me pas prodhem. E vërtet është se na shumë e kina ujit, edhe këtë edhe më fund të të qëmë që përnave jetët si ke kumla jo në dëmër me pos ujë shumë për me kone lanë. Që është madhej për përpunim? Po, që është për përpunim. Se tani që kur e me shëti me gjukë të pas për me përpunu, ajo tani që diqke shumë me thot, nuk me shëti me bodi i dike nga temperaturën, so dëqë, po mirë, elhamdullat, po lëzot mirë ja dullu me dhe si vjetë. Cilën sorte e keni të kumbullës? Përzhege. Sorte në përzhege, okej. Përzhege, që ashtu t'i thojnë, nuk është asë e modha se vogël, po burën e kumni që i thojnë si lej përzhege. Po për shkak që është për përpunime, e destinume, mandej pestilin. Po shumë amel, ajo shqyqere kështu nuk e përdorun kërkon, se veç ashtu kështë e kërkon, është amel qinë, është nasharatë kur tjetërin vjetë. Kësa ata ku përdavaj një përmëthim publik që kemi marrë edhe gjatë kohës përpunimit. Po mi ju të regu kështë publikut në një vet i cili mrinë me qeni sukses, shumë që toni tamam kanë bo edhe kumbullat, edhe specat, edhe domatet, edhe trangujt, edhe krejt për përpunim, sa keni mrinë me marë kumbulla, prej si përfaqës ju? Na si vjetë e këna pas rendimin dhe që u kanë 10.000 kilogram. 10.000 tanë, që 10 tanë? 10 tanë. Okej. Po, jenë radhe në tokë shumë, jenë radhe se zartë patësia i qitë ka, po mirë. Kunraj në ashtu duft me posë dhe ma shumë, po dhe lullën pak e domëtajnë pranverë. Lullën e kumlës, në ashtu gjitha i të ropë që është, ka duft me posë dhe ma shumë, edhe do bishin tokë, në atu tokës nuk i morëm heq, se burri gjithë që ashtu thët, ja pi dore, pi rem, se i kina posë dhe për adem klient ati që i kina të regull, që i morëm, do bishin i nuk shim vetë, adem vëshja për dokum, atë kam thonë që tu jëmë për një, adem na përdojnë ami nuk, ta i shite, s'moj sheme, ndërhymi thonë me një dhe tokës e krejt. Po me specat, me domatet, me trangujt, me karrotat që po i shuajmë, të sa ke pas prodhem vitin 2025? Me trangujt nuk i kina pas, na veç shumë pak kina pas, edhe karrotën nuk e millëm heq, o ne blej, e specin e kina pas 25 orë, po ata pak na i pa dëmtu, ju hini një parë smundje, po folë zotë, ty tani shqytyve... Sa më rinë me marë prodhem? Valla atë dhejmë 5.000 kila s'ka pas ma shumë, se na u thajton. 5.000, do me thonë, 10.000 kilogram kumbulla, 5.000 kilogram speca. Spec, po. Po me domaten? Jo, domaten nuk kom pas të mjellë takshtë. Visa për, adin për më treg nuk kom pas, visa i kom pas për përpunim, që shto pak, që për me shqit adin, shtot jo. Se mjellëm, veç që prioriteti kena kumbullën edhe specën. Që 3 vjetë që po pohet, ranë. A më rinë me marë ti prej nivelit komunal ose për ministrisë, a ke apliku me marë edhe për perimet edhe për PEMS, me marë subvencionës e grande? Për specën, 25 ore nuk këna mujtë, se po duf kemi pas të relatari, na nuk pëkina token edhe për të relatari, për kumull po, na subvencionojnë qdo vetë. Zakonisht sa është ky subvencionimi për shtetit për kumull? Na i marëm 250 euro, për kumullës është 50 ore, për një hektar është 500 euro. Po na veç 50 orë se s'kena tokë ma shumë, po në tarmën, nështë. A ke marrë ndonjë grant prej nivelit komunal ose për ministrisë? Jo, për ministrisë jo, për komunës, veç komuna kur kom përfitu për ja dërkës, o kom 10% për komunës të vështres. Një grant vjetë kom marrë 2.700 euro kom për organizatës vëmen për moment, e cilën e falim derej shumë, se ajo më ka nimu shumë, se kom marrë maqinin që është trampolin për specën, edhe prezën se se kom pas heq.
Më ka animu Po shumë. shohim që kena përreth edhe shumë prej makinerive, këto i funksion në momenti kur të filloni me përpunu. Cilat janë këto makineri, nëse una mi cek kështu se cilën? Kjo është dokupulator që e bën zirjen e kumllës. Kjo është pasteurizatori. Këto që i shtina i pasteurizojnë teglat. Dhe ajo është makina blu, se në qato tani që e bëj kumllën, për shembull e marrje heku thelbat e qisun me blu, këto ishqin me zi, këto e bojna pasterizimin, atje tavolina punës, lama që lojnë, larsja, frigorifere, për verës kur piki shumë që ndejt zihen këtu, që ti bluj, i la këto i mushi kufet, për shembull ose edhe i la deri se kjo pak është rrymë e lik, edhe vanon për mizi. Okay. Dhe ta në studejt zihen këtu edhe pontorin kur te kam, ta në ullëm edhe i dojna, për shembull i blujna i lojna. Sa persona mirën me përpunim? Kur kam sezonën burri është në stop gjithë qiken e komposti vjetë e ka posë përshim, po edhe një grua e marë, dhe me konë 4 vetë. 4 persona. Në stop dhe me konë që të derit. Edhe një diçka që njerëzit cilët nuk mirën me bujqësi dhe me thonë nuk e din, është që nëse ti për shembull i merr 10.000 kg kumbull, edhe tash ti don me i përpunu, ajo zakonisht zbret sasia. Se nuk është që ajo sasi e njëjtë, sepse është kjo pjesa e humbjes të bërthamës, edhe mandena pjesa e ujit, edhe një tregu kështu publikut, tash prej këtyne 10.000 kg me kumbull të freskët që ju i keni vjel, sa ke arrit me nxjerr mandena këtë pestiljen e përpunu? Unë në pestiljen e përpunun si vjetë, thuje kumllën na e kena shit krejt qashtu, për pestil si vjetë unë të kalzoj 700 kavanuza ma shumë në kompost. Edhe atë një intervistë kur i na kanë, se kështu nuk se kena më thonë e keni shit si të freskët, edhe pjesën e mbetur kem rrimi marrë dikun 700 kavanuza me pestil. Po me specat, me turshit. Sa kavanuza turshi i keni bën vitin 2025? Vitin 2025 nuk kom pas shumë kavanuza me turshi, se do me thonë këta pestil kësi ajvar kom pas ma shumë, që kom bojt në alon spicën për muku, që edhe kom pas kërkisat ma shumë të ajvarë, edhe këtu i kom pas 300 kavanuza, që si 700 mg. E spica kështu të veç i këna shit ferestit dëbar që për 100 ranë, që është një lemi mu, e këta tjetrit, veç me porosi, sidomos, se për kështu, për mi rujt shumë pak, peshen edhe vetë. Sa prafërsisht kavanozat kanë rri me dalë turshi me speca? Valla, një 200 ma shumë në kom shtije. Se edhe 300 jenë konë kësin e ajvar, edhe qëtu një 3 bure, se në kom shtije shumë. A ke rujt diçka për veti, se krejti paske për shitje? S'po ka ta sharap shumë. Në realisht gjetëm shumë pak kavanoza këto, shumica janë shit, sepse veç sezona përpunimit ka përfundu. Ata që cilët mirën edhe me përpunimin e pemëve dhe të perime, dhe ata që mirën me prodhimin e lantës e parë, problematikën më të madhe e kanë se qysh me gjetën tregun. Edhe po më interesën me ditë qysh e ke gjetë tregun për herën e parë, ajo kontrata e parë që e ke bo, ose shitja e parë që e ke bo, edhe ku e gjenë tregun tash? Unë e tregun tash për mes klientave kam qështu, se bejpa, po për herë të parë unë e tregova për mes dograve, qështu të komunës Vështërtë, për një organizatës, që kanë tani që jenë kanë edhe ato drejtoreshat, edhe erdhën unë vizitu një krejt edhe i kërkun kumllën ju pilqaj shumë, e isha e të maru edhe pestiljen shumë i mirë, edhe po më thonjë, ta kiti për me shit qështu, tash po na i thët biliburët, thët na po për me shit i kena, po na shetha, more na kena me shku një vizit e Fahri e hotin Krush, tha edhe na ka vej qështu për ka unë ju më vështru sa ka kumla din, edhe kjo shoqja i ka thonë po, valojnë ka, një shoqja jame si po shkojnë anë për trajnime, po kësmet po me vej. Edhe tani që ajo kur ka vejt, ka thonë po moj veç bim aty këqyrën adin, ashtë të cilësi se qësh ashtë nëjse na shku me qumë njerë si mostër, kërkoj ju pilqaj mirë, tani që e porosetëm, nëse e porosit, ta i ka posë për me orë me morë që të regova dit, po shkoj një ovë, na e krytu me krejt, tha nëse mundi mu ma pru, tha se adin s'kam punëtor, është problem për punëtor, a një u paguj edhe rrugën, nëse na e qumë me mirë balë, ato ju pilqajnë, kam një ndonë shumë të knoqën, e ta që të regon, do me thonë, kur po vijnë, nuk e di, është viti i kumllës i nëntë, se na kumllën e kna shit gjithë si të freskët. Po tani që, kur i përfitova mjetet,
Edhe krejt përpara më thëshin, a marrën ti pestil, a marrën ti pestil. Jo, valla I theke burrë se si kena mjetet edhe ma llogari, po kena din kumllën e freskët. Na kumllën veç I pat marr burri për tom dikush në komunë apo don a ki vend, se po shkrepin kumlla. Ka thonë ky valloni kisha marrë do, adem, ti kam 50 orë tokë edhe se kena pas asa ndër që kena hina kësoj pune. Që krejt rasisht e filluat edhe qepash. Po tash kur po vinë kërkesa, që kur vjen, do me thonë, na veç porosit janë nisën pikorriku t'i morëm si për kumull, si për pestil, si për ajvar, si për krejt këtojnë. A ki me bo si vjetë, veç me si janë dërëdorën si kur vjetë që shokon. Edhe tani që ti që ka do me thonë veç a ki prodhem, veç a ki prodhem, për me shitje, onë për qitash nuk ka sen që nuk po shitet në Kosovë, edhe veç a mundesh me boja dojnë punën. Unë I kisha lutë të gjithë gërat, për shembull si të shohim veten se janë visë, si pri një sanit vogël, veç mos moftof, e m'ja nis, edhe me thonë që ka dal me kohë, jo, në vitin e por valla nuk po, ta jam rejsh nga arkes, jo, shumë kështu, jo shumë. Po me kohë, gjithë sam po vike. Në vetëm, po nëse kile për krohjen e familjes, nëse të për kroh familja, mundesh m'ja dal. Po nëse me pas për krohjen e familjes, s'kisha mujt. Normalisht, veç se çka I bjen realisht është se shumica e bizneseve që I kemi gjiru kanë fillu në përpodrume, të shpive, do me thonë në vendbanime tepër të vogla, të ngushta, që realisht nuk jo kanë kushte, dhe kur kemi shku madej në të 4 vjet me I gjiru, e kemi pas se ato biznese në rrit, sepse mjafton mja fillu, madej organizata, shoqata, fondacione, ndihma e shtetit, nuk mungon e sidomos me theks veçantë tek gratë të cilët duhen me u marrë me një agrobiznes. Edhe tashmë ti po tregon që veç edhe tregun e keni gjetë. Sa dallon ky çmimi, si ju me siguri asaj dërkoni me shumicë. Sa dallon ky çmimi shumicës edhe I pakicës, që ju I shit një kavanoza, sidomos nëse flasim për 1 kilogram. Dallon, se kur të jap me shumicë, edhe na që kena çoj patiketonën pa krejt kështot, dallon pak, po mirë është. Ama në tarmën dhe kjo konë si depo e qymyrit që shtojnë edhe keni shëndru po e kena shëndru qëto, po me konë tarmën që I nash në shëratë edhe nëse e cë mirë e kena shnetën mas poj na menojna mu po fabrik jo po mini fabrik tarmën edhe me bo edhe halon ma shumë se në kontrota gjdo vetëm lusin apo po kontrot për jashtë mi që kamionat e me gra me flot po na halos fuzin na me mor vetën kështot burri se a mundëm ja dojnë kër të bëjnë në kontratën duhet pa tjetër. A kemi marrë të dikon specat a kumlën ti do të me bo që tu sene që ti u tush, po njëherë nuk po godzojna po me ko edhe shkojna halot të mësu senet edhe prodhojna ma shumë edhe... Që dhe me thonë juve non-stop ju lusin për kontrata, veç a ki prodhem për me eksportu jashtetit dhe sa të kish mundësi me dërgu mall jashtetit. Edhe sa ishte kjo diferenca e çmimit? Pra përsisht për shumë, sa mundet me gjetë nëse unë vi me ble këto një kavanaz me këto turshi? Po tash këtu, nëse na për me pakis na këtu I kina prej 5 euro dhe njërim, edhe specin me vaj në 8 euro në për panajire, kështu po shkon po në 6 edhe 7. Nëse jap ti me shumic vjen t'i kusht. Edhe 4 euro. Po mandej është shqitja ma e sigur. Se... Po është shqitja po ja ajvarit? Sa e gjejmë ajvarin këto? E ajvarin këto edhe për me porosis që kena edhe si vjetë ajvari është të shku krejt dhe 10 euro kom pas. Kavanozin. Po ajvari shpisa ma? Po I shpis. është ajvari shpis. Po këtë pestilin e kumbulla? Pestili është edhe vjetë, edhe si vjetë është me njëtin qmim tonë, është 5 euro, sonë nëse zarë që pikom edhe kumbullën tam shumë që prodhoj vetë, nuk kam qef me luadin. Me qmim me fart, edhe vjetë u shku tegla ajvarit 10 euro, e shpis që po kjo është me sumbork, është sumbork, I pjeku një qirune, I kollun, nuk është me specat ajvarit, I kom pasu edhe do klientave që I kanë lyp paset me specat ajvarit, ama për moment që shumë të... Kjo ka një ajvar pak ma I veçant me specat sumbork, mirë po të përpunu me si ajvar. Dhe jo me specat e ajvarit që njën ta specat e kujës të mdhej. Jo, nuk është. Do me thonë janë 2 llojet e ajvarit. 2 llojet e ajvarit I kanë, është. Realisht është më për të parë po e ndëgjoj, sa sa ndëgjoj në më përpunu me specin sumbork. Unë për me një nisme përpunu që specin sumbork edhe po merë kësh shumë ko, se është shumë I vogël. Është sasia. Edhe shumë I djeks, që be dorzat nuk po të kryim pun ka herë, po kish klienta, unë nuk I kisha dit. Edhe e bani, edhe të burri tanë që
Po t'i gruma si po kuqen gjithë ta qa me po pësës janë nisëm me i po adin. Mi përpunu. Mi përpunu, hajde janë nisëm, hajde anë shi kërkejsat, pa më nëllë heq. Ako qase, tanë shi janë nisëm. Po do me thonë vjetë i këna pos, veç 300-400 tegla, si vjetë edhe ma shumë, tjetërin vjetë, më në ume edhe ma shumë u rrit. Me adin, se kërkesat janë qashtë të tajvarit. Ka kërkes të madhe. Po, që ti ajvarit se jetë së mborë. Edhe po e shoh që gjysma janë me etiket, gjysma janë pa etiket. E di që kur jemi taku e kemi diskutuar bashkërisht të punën e etiketave. Çka është ndodhur realisht? Po për etiketa do me thonë veç në gjestë etiketat kur të vinë klientat mi morë se dhe pak këto zahar si piqes jashtë piu prishën. Se jam gjestiketën, i kam porosit. I porosisin, jam gjestiketën, se për mes qati numrit, a i porositin halo. A qështu me etiketa, do i lo, do ju. E mandej ata që i blejnë produktet e juve që ta din, ata që i blejnë produktet e juja jashtë vendit, i bie që t'i blejnë me etiketën e eksportusit. Po, eksportusit. Sepse realisht është punë e durve t'juja. Po, për me jashtë vendit, onë veç qatë herë që kom pos të fahria, që është e këna pos kontrolën, ka thonë pa etiketat mija, okej, në rregull. Nëse i kam në tash që morën për diaspora jashtë dhe të ka vanuz, ose vetë ma së bepi, ata e din, ose janë qësë një tiketë, ose krejt. Po më tregu kështë, a e mbonë menë sa ka qenë kontrata ma e madhe që tu ka ofru për eksport. Që ka thonë veç mjaftal me në nshkru edhe na që asasi ja u marim. Bala me Interexin pejna pa të një lutë, u kom shumë me madhe kontrata. Sa ka qenë prapërsisht? Vahen, u kom para 2 vjetë, nuk e di. Po me doj me sa tënë? Po, u kom 12 tënë, po. Në ka thonë 12 tënë. Po ajo tani që për herë, për në fillin, por na ka thonë 12 tënë, po nëse mund është me bot bësot të kije. Nëse na pilqenive produktin, bësot të kije. Do me thonë sasia ma e vogël, të cilin ju kanë lutë ka qenë 12 tënë e sipër. E sipër. Po problem është për një adalë. Shifër gogja e madhe. E madhe, është problem se mas pari kushtet. Që do me thonë edhe është ide e mirë që me fillu me ba ju gratë e këti fshati se kësaj komunë një rjetizim. Po tash në na kena 3-4 gra kështu të komunës Vështrës e Plat, mundu me bo një marrëveshje me zvetje. Edhe mundum tani shim për me bo, për me që jashtë vendit ose diçka që ashtu ja mojna menë që i nash në shërahat në tarme, ose që s'mundum ja dol vetë për shamu, po që këqyum qa po bohet viti që shpo fillan. Unë me kretë këtë vullnet tandi që po e se na punum bashkarisht këtu edhe deri sa u bënëm gati për gjerime, edhe po e shoh që i për një shumë punëtore, edhe i ki shumë një vullnet të madh, edhe ma tregove, veç fillove me ma tregu një andre, po du me tregu edhe për publikun, njërë që mi shfryzu kamerat edhe kushdo që ta sheh, organizat, fondacja, në shoqat, ministri, nivel komunal, qka të që tjetë, ndëgjohet zonët edhe ta ndëgjojnë edhe ëndrën tone, sepse nëse ëndra jo të realizohet, do të më rrinë me u punësu edhe shumë persona dhe prej fshatit edhe të komunës t'juj. Cila është ëndra jote? Ëndër të armën, inshallah i nash në shërate, kom ëndër që të bëjnë një mini fabrikë. Për fabrikë është nashta shumë zërë. Nuk i dijet. Po jetës nuk i dijet, edhe pse, unë kam gra që të shoqe plot. Ambise që mirën veç me punë shpis, pse mes me arë me punu të one, me marrë një rogë, edhe është mirë, mojnë familje për tu, edhe është mirë për mu, dhe po në tarme, inshallah, jena është në shërahat, na i të mirë, 2025, ta, si djetë një vit pak, edhe më rina pak, organizatat pak, dhe të me apliku në komunë, e që shtot, jo, me këtë vullnet, pa probleme të garantojnë. Inshallah, kom veçnetën, se vullnetin nuk e hupon, se një me tash edhe s'punalojnë mishtërit, s'punalojnë klientat, kumlën e kina shumë të mirë, e kina edhe agronomin që na i manë, krejt na kalëzën që urdot, edhe me spes këshyrëm si vjetë, për 25 orë e kina bo gati, po nashta po dhe të burri i bojnë edhe 25 të bojnë 50 orë edhe ato, se jem kërkesat më të mloja, të këshyrëm qatë. E tash me që do ndërtonën, për mbyllim unë po të uroj, po du me bashkan gjithë të urimit, që për një me mbriti edhe të pakten me në ndëgju dikush me të ofru me një ofertë për ndërtimin e mini fabrikës, edhe uroj që kur të vi vitin arshëm për me gjiru, ka me të gjiru në fabrikë. Falimderit shumë, inshallah, falimderit, me koka dal, falimderit shumë. Me kësmet, thojmë. Falimderit edhe sot që krejtë rasisht na ke prit, në momentin e fundit të kemi lajmëru edhe pa hezitim na ke prit edhe po besoj që ka me do një pitërgjime ma motivuse. Falimderit shumë edhe për juve që keni gjetë kohë edhe një me pa pritë, pa pregatit, po ka erja vlenë.
Ja, vlen, gjithsesi. Po, faleminderit shumë. E kështu shiko dashur, unë po besoj që nuk keni ndëgjuar ndonjë rrëfim më motivues se sa kaq për gjithë gratë, zonjat që po na ndjekin tash, po edhe për gjithë trinj. Do thotë veç a mundeni me prodhu se tregun e keni sigurt, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit për eksport. Ja vlen, realisht ja vlen. E me këtë storje motivuese, unë po e shfrytëzoj rastin edhe me përmbyll bisedën për ditën e sotme dhe për t'ju lënë takim të dielën tjetër në po të njëjtën orë. E deri atëherë nga Onda Fina, mirëmbëjtje, miru ta kopshim.